Vendodhjen e kishës së Kosovës së Madhe e gjejmë në një hartë të vjetër të vitit 1928. Aty gjendet e shënuar me emrin Shën Gjergj, ndërsa në një dokument të Arkivit Qendror të Shtetit, fondi numër 1036, viti 1948, faqe 16, është shënuar një listë emërore të gjithë kishave të rajonit zëvendësisë të episkopatës Lushnja. Këtu përmendet si kisha Shën Gjergj, Kosovë, dhe klasifikohet si tempull historik që ka ekzistuar para më shumë se 400 vjetëve. Kisha mendohet se është prishur në vitin 1960, para se të ndalohej me ligj liria e besimit dhe mbyllja e kulteve fetare.